U rikthyem sërish në studio për të vazhduar si që potencova dhe më herët me të ftuarit tanë special. Do flasim pikërisht për librin Betejat e paharuar dhe Lufta e diplomacisë, dy vepra që trajtojnë nga këndvështrime të ndryshme konfliktin e vitit 2001. Dhe me ne sot në studio kemi shkrimtarin Fejzullah Arifi. Përshëndetje zotëri Arifi, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje për juve dhe dëgjuesit apo shikuesit tuaj. Ju faleminderit. Atëherë mund të na thoni të flasim pak për librin Beteja e paharuar. Çfarë ju shtiu që të shkruani këtë libër dhe pse zgjodhët të pikërisht të vitin 2001 dhe të themi zonën e Slupçanit si fokus kryesor? Lufta e 2001-shit ka qenë një moment historik për shqiptarët, përgjithësi po në veçanti për shqiptarët e Maqedonisë, sepse ishte një luftë e cila ndoshta pritej gjatë kohë, që nga fillimi luftrave në Sloveni, Kroaci, Bosnë, më fund edhe në Kosovë, dhe pastaj dal nga dal u shfaq konflikti edhe tek ne, si rezultat i problemeve historike që kishim ne shqiptarët këtu në Maqedoninë e Veriut, atëherë Maqedoni vetëm ishte. Po pse për 2001 betejat janë zhvilluar në zonën e Slupçanit në vitin 2001 dhe unë kam qenë pjesëtar i Ushtrisë Shqiptare të Kombëtare dhe në këtë libër kam paraqitur disa kujtime të mia nga lufta, përndryshe nuk është një libër shkencor të them, sepse edhe në hyrje të librit apo në parathënie kam potencuar se që domethënë ky moment historik i 2001-shit, sepse lufta e 2001 në Maqedoni është një temë e cila duhet trajtohet nga shumë kënde dhe shumë dimensione, sepse është ngjarje shumë komplekse, për cilën shumë pak është punu, për ta paraqitur ashtu siç duhet. Për shembull, është dashur të bëhet një punim shkencor me shumë, domethënë shkencëtar nga lëmi ndryshëm, si ata ushtarak, për shembull, nga historian, ushtarak, gjitha domethënë sferat e domethënë jetës që kanë marrë pjesë, do thotë, pak a shumë kanë qenë të njohur me rrethonet që ja zhvilloi lufta e 2001-shit, sepse aty nuk mundën nëpërmes një libri apo 2-3 libra të përshkruhet gjithë ai moment historik. Cilat janë temat kryesore që keni përshkruar në libër apo çfarë konkretisht përmban libri juaj? Po tani unë ju thash se aty paraqet do thotë fillimin e luftës fillim, si ka ardhur deri te konflikti, pastaj shpallja e zonës lirë në Slupçan dhe në gjithë komunën e Likovës. Dhe dal nga dal pastaj futet libri në detaje rreth disa beteja më të rëndësishme që kanë ndodhur aty, gjatë luftimeve të do thotë fillimit të luftës, po deri në fund të luftës. Dhe gjatë përshkrimit kam përmend, do thotë, kam përmendur elemente ndryshme, si aspekti historike, për shembull, momente që kanë ndodhur aty por aty, apo edhe përjetimet edhe jo vetëm të ushtarëve në front, por edhe të civilëve në për shtëpi, duke filluar nga familja ime dhe të tjerët. Kështu që është një libër që gjatë përshkrimit paraqet shumë elemente. Shumë elemente. Domethënë në këtë libër ju keni edhe përjetime personale. Sigurisht, po. Dhe mund të na thoni se a janë vetëm ato personale apo keni edhe dëshmi të mbledhura edhe nga persona të tjerë, pikërisht nga fshati Slupçan? Kam qenë, si them, jam fokusuar vetëm në atë ngjarje, kryesisht po flas, se ka ngjarje që nuk kam marrë pjesë, po kryesisht në atë ngjarje që un kam qenë prezant. Ke qenë prezant, domethënë sepse është, shikoj, na kemi qenë me një zonë, por ka pasur raste gjatë tan luftës si mbi pa me njerëzit tonë, me shokët e luftës, sepse kanë qenë pozicionet ashtu shpërndame dhe ashtu ka qenë lufta intensive edhe rrezikshme që nuk kemi pas shumë komunikim me të tjerët. Tani çka ka ndodhur në pjesë tjera të frontit, unë nuk kam pas njëri, vetëm me të dëgjuara. Kurse aty ku kam marrë pjesë vet, edhe i kam përshkruar disa momente, sidomos fillimi i luftës, dita e parë, pastaj disa beteja që janë zhvilluar me 4 maj, me 5 maj, dal nga dal pastaj rënja e disa dëshmorëve që kanë ndodhur në atë periudhë, edhe deri te rënja e martirëve të familjes Zimbeni Slupçan. Pastaj edhe lufta e vakcincës, që ka qenë luftimi që janë bërë po. Do thotë, kryesisht unë jam fokusuar aty ku kam qenë unë. Po, meqë nuk kishte ashtu të shkruar shumë për këtë, edhe mendoja se duhet patjetër ta paraqisim spaku pak ndoshta, po është një pjesë e asaj që ndonjëherë ata gjërat e reja pak a shumë si ka qenë. Pikërisht, mos të shpresojmë që në të ardhmen asnjëherë mos të përsëriten në gjëra të tjera dhe të kemi pa gjithmonë. Mund të na thuani se cilët janë momentet e më të rënda dhe ato më emocionale që keni përshkruar pikërisht në këtë libër? Tani lufta, mo ditë luftëtari kur den luftë di se lufta është ajo dhe s'ka çka të brengoset edhe shumë, por momentet e takimit me familjarët, sidomos me civilin e për bodrumet, sidomos fëmijët e vegjël, ajo ka qenë shumë emocionale. Për shembull rasti kur
kur është tërheqë populata civile nga Slupçani me orët të komandës, është desh mu tërheqë populata civile. Edhe ne nuk ishim të informuar për këtë çështje, por një pasdite kur kaluam fshat për të marrë disa gjëra, pam se ka ndodhur një tmerr i madh. Ndodhin gjërat. Kështu që ka ndodhur do thotë një tmerr i madh, tash ishte ashtu shtëpitë e zbrazura me gjepa të përbisur, me rrobe, me veshje të shpërndara në robore, duke u largu civilet. Ka qenë shumë e tmerrshme. I nderuar, mund të na thoni sa mendoni se ky libër plotson një boshllik në dokumentin e luftës së vitit 2001? Po sigurisht, diçka edhe ky libër plotson, por thash ajo që është desh të bëhet, të bëhet një projekt më serioz, të kyçen një profesionist të ndryshëm dhe ta bën një libër tamam apo një monografi të madhe për luftën, diçka të tillë, do thotë me 300 faqe, por një libër më serioz, që paga shumë ta përmbledh të gjithë luftën e 2001-shit, jo vetëm në zonën e lirë teknik ku ka qenë Komund Likos, por në gjithë Maqedoninë Perëndimore ku ka zhvilluar luftimet. Mund të na thoni se kujt i drejtohet më së shumti ky libër, brezi që e përjetoi luftën apo të themi gjeneratave të reja tani që i kemi, të cilët nuk e kanë jetuar atë periudhë? Gjithë, po me theks veçantë gjeneratave të reja. Mirë, po në një fillim të librit e kam përmendur edhe arsye, një lloj arsye, se s'ka qenë ajo arsye e vërtet, po paga shumë se pse kanë filluar me shkujt, shkaku ka qenë se u pat përhap propaganda se gjoja nuk ka ndash me ushtria dhe policia në zonat tona, se po të kishin ndesh do të hinin, pa të përhap një propagandë e keqe dhe u bisedoke. Fakt, 7 ofenziva kanë qenë të mëdha dhe nuk ka mund me depërtu. Rezistenca popullatës shqiptare ka qenë në vendimtare, për krejat civilve dhe mbi gjitha fuqia e Zotit. Dhe më thënë, gjithçka ka qenë ju ta përshkruani në atë libër, në atë kohë se çfarë konkretisht ka ndodhur pikërisht në zonën e Slupçanit. Ju gjithashtu keni edhe librin Lufta e diplomacisë. Mund të na thoni pse zgjodhët diplomacinë si këndvështrimin kryesor për konfliktin e vitit 2001? Tani, unë këtë kam temë të magistraturës, kam diplomën në vitin 2011 në degën marrëdhënie ndërkombëtare, diplomacia në Universitetin e Evropës Juglindore dhe e kam zgjedhur për shkak se njerëzit mendojnë direkt për luftën, por prapavia e luftës, siç është zhvilluar diplomacia, ajo është shumë e rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme. Kupton se si ka vepruar këtu në këtë libër, fillim të librit, se është me 7 kapituj, përshkruhet shkaqet se si ka ardhur te fillimi i luftës, shkaqet historike për shembull, politike, ndoshta edhe ekonomike, deri te fillimi i konfliktit, pastaj ndahet reagimi i bashkisë ndërkombëtare për konfliktin që fillim. Realisht ka qenë shumë negativ në fillim, po pastaj me zhvillimin e ngjarjeve janë vëdësuar ndërkombëtarët se pas ka qenë në diçka jo aq e thjeshtë, se nuk mund të qenë një popull kryengritje gjatë luftës me bombë për kur gjë. Edhe pastaj pjesë të tjera kanë bërë me diplomacinë e Shqipërisë, diplomacinë amerikane, evropiane. Pastaj në fund përpjekjet e faktit ndërkombëtar për marrëveshjen e Ohrit dhe në fund libri ka të bëjë me opinionin publik rreth marrëveshjes së Ohrit. Thotë se si është e dobishme për popullatën shqiptare, është realizuar, janë të gjitha të ulëmtimet empirike, rezultatet janë aty të vendosura. Kështu që ky është një libër realisht më shkencor, apo është libër shkencor kryesisht. Nuk janë përjetime, po janë ulëmtime shkencore empirike do thotë nga burime ndryshme, po diplomatike, se si është zhvilluar diplomacia. Do të gjitha e lufta, prapavia e luftës realisht. Si ka qenë? Nga fillimi deri në fund, po. Sa është bazuar të themi libri në dokumente zyrtare, arkiva dhe burime ndërkombëtare? Po, është i bazuar kryesisht në arkiva dhe në shtypjen e kohës atëherë, po edhe në deklaratat e politikanëve të ndryshëm, qoftë ato ndërkombëtar, qoftë vendor, do thotë partive politike të asaj kohe që kanë qenë në pushtet dhe kuptohet edhe faktori ushtarak. Do thotë UÇK-ja apo përfaqësuesi UÇK-s kryesisht deklaratat e Aliamentit dhe të qerëve që kanë qenë gjatë luftës dhe pas luftës. Mund të na thoni se si e vlerësoni rolin e faktorëve ndërkombëtar në proceset negociuese? Ka qenë lehtësues. Do të thonë ndikimi i tyre ka qenë lehtësues, po jo, do thotë si them vendimtar shumë, po ka qenë lehtësues. Vendimtare ka qenë marrëveshja që është bërë mes partive politike shqiptare dhe faktorit ushtarak, si mos marrëveshja e presidentit, pastaj ka kalu ajo marrëveshje e presidentit kryesisht
pikët e asaj marrëveshje kanë kaluar në marrëveshjen e Ohrit, por problemi janë se edhe atëherë kanë qenë lëshime. Tash pse kanë qenë lëshime normal, ka pas presion nga ndërkombëtarët. Ka pas presion nga ndërkombëtarët dhe është detyruar faktori ushtarak shqiptar, në atë kohë kryesuesi të UÇK-s, që me bë lëshime. Dhe tash ato lëshime po i përjetojmë edhe sot. Për shembull, 20% që janë rezultati i asaj. Dhe sot e kësaj dite kemi në probleme me këtë 20% edhe kurse ta largojmë nga kushtetuta. Nga kushtetuta, shumë e vërtetë. Mund të na thoni se si mendoni se do të ndikojnë këto libra në mënyrën se si flasim sot për konfliktin e atij viti, të themi 2001? Tani pak ka libra të shkruar për këtë temë. Unë sidomos kur kam bërë lumtimin, vështirë ka qenë me gjetë material, se unë kam bërë 2011 në librin 2001, do të as 10 vite plota nga konflikti, por besoj se para ata që janë të interesuar, ose ata që duan me u lumtu në mënyrë shkencore, po edhe ata që duan mi pa se si ka qenë, do thotë, lufta në terren, i afroj një pasqyrë, por një pasqyrë jo aq, them, të madhe. Tani çka më bën tash kështu, nuk kemi shkujt boll. Zakonisht shqiptarët më shumë merremi me biseda, me tregime, se sa me ulëmtime dhe libra. Dhe tjetë edhe kjo mesazhin për gjeneratat e reja se mos të bazohen vetëm në muhabete, por të bëjnë ulëmtime shkencore, ulëmtime në aspektin historik, filozofik, gjitha do thotë që ta shohim se si ka qenë domosjeta e shqiptarëve të kaluar, luftrat, unë nga disa ulëmtime historike që kanë bën dikun në territorin tonë, pavarësisht janë dikun afër 36 lufta brenda 500 vite. Brenda 500 vite janë 36 lufta dhe konflikte që janë zhvilluar këto territore, që kanë bën disa ulëmtime gjatë kalumës, do thotë dikun çdo 18 vjet apo 20 vjet kanë një luftë një pas. Tash mos kemi aq pak të shkruar që është dobësi. Mund të na thoni se sa kohë ju është dashur për të mbledhur gjitha ato ulëmtimet, për të shkruar këta 2 libra, të themi? Po shikoj, libri Betejat e Paharruara, ajo ka qenë diçka që ka mbet në kokë, nuk ka desh shumë. Si paga shumë me disa persona që kemi qenë aty afër, ka marrë disa mendime për shembull se si janë zhvilluar, si njëri harron. Unë mas lutem se kam shkruar, do thotë kanë kaluar disa vite derisa kam marrë vendim për me shkruaj atë libër. S'kam desh, ta them drejtën, por e shisha se fillonin të ndryshohen si disa gjëra, të ndryshohen terren, të mendime, qera apo të ngjarje të falsifikohen, mos them kështu bashkë edhe. Edhe kështu që kisha dëshirë që pak a shumë pjesë diçka reale nga ajo. Ta nxjerrni të vërtetën në fakt. Shikoj, brenda 10 vite, 15 vite ose 20 vite ndryshojnë shumë gjëra. Po para mendoj mas 100 vite apo 50 viteve, çka do të bëj? Pasi që e keni përfunduar librin, keni haruar ndoshta diçka? Shumë gjëra. Mas më kanë kujtuar shumë gjëra, po tash çka më bën? Do të bëni edhe një libër tjetër? Të themi një vepër, 2 të themi. Kanë kaluar shumë vite nga ai moment, e kam të vështirë edhe një herë t'i kthehem, për shkak se janë zbe shumë momente. Unë edhe kisha problem gjatë se 2018 ne kam shkruar librin. Shumë momente kisha harru, kishin filluar pak a shumë të zbena, kupton? Tash duhej të mendojmë shumë, ndoshta kam bërë atë lëshime. Tash mas 24 vite, 5, shumë. Tani më vonë. Shumë kanë kaluar. Mund të na thoni se a planifikoni botime të tjera? Unë kam 6 libra, realisht, e kam një libër para kësaj, ajo është pak filozofike, ka të bëjë në brendësinë e unit, ashtu titullohet, psikologjike, pak filozofike. Pastaj këto 2 libra dhe kam monografinë për Slupçanin, është me 3 pjesë përfshirë. Do thotë dikun afër 660 faqe për monografinë e Slupçanit. Tash 6 libra e kam bërë, mendojnë të ardhmen, tash jam të përgatitur librin e 4 për monografinë që ka të bëjë me pjesën periudhën komuniste të Slupçanit dhe zonës aty. Periudha komuniste si ka qenë atëherë jeta në komunizëm, jam të bëjë lumtime arkivore si gjëra. Shohim nëse Zoti don. Do thon pikërisht bëni vetëm në atë zonë nga ju vini. Po aty unë më shumë jam i koncentruar se edhe më mirë njoh terrenin. Tash shkoj në zona tjera ku nuk i njoh, është pak vështirë, kupton. Pikërisht. Çfarë doni të përcjellni nëpërmjet të librave tuaja? Tek lezuesit. Ajo kryesorja është që duhet ta përcjellë se njeriu nuk duhet vetëm të hajë, të pijë dhe të jetojë, por duhet të lëjë diçka mas. Do thotë atë trashëgiminë historike që kemi shpirtërore duhet ta lëmë, sepse ajo do të jetë shkollë për të tjerat. Se nëse harrohet historia mund përsëritet. Të mos na përsëritet, për shembull Dimishi të mos na përsëritet. Edhe popullata shqiptare po edhe fëmijët tonë ne ta kuptojnë se nuk ka qenë mirë lufta dhe ajo ndodh tash. Nëse nuk i paraprin realisht lufta vazhdimi politikës, nëse dështon politika kemi pas luftë se. Më mirë nimi vetë politikë se sa një ditë luftë. Pikërisht. Mund të na thuani se si e shihni të themi zonën, të themi Slupçanin tani? Pikërisht nga ajo kohë dhe në këtë kohë. Ka ndryshuar shumë. Sa ka ndryshuar? Jo vetëm Slupçani, por e gjithë komuna e Likovës ka ndryshuar shumë.
do thotë në çdo aspekt. Tani rinia, tash ata që kanë qenë një vjeçar ose ditë, tash kanë 25 vjeçar, 25 vjet, 26, do thotë kanë mentalitet krejtësisht tjetër. Edhe ekonomia ka ndryshuar, edhe mentaliteti ka ndryshuar, gjithçka ka ndryshuar prej atëherë. Tani duhet na të koncentrohemi në tarmë, jo të kaluamën. Nuk duhet mbetemi në të kaluarën, se nëse mbetemi në të kaluar, ajo shkakton pasoja. Por mos ta harrojmë, qëllimi ky është. Slupçani i sodit ka shumë dallim, gati nuk njëjtë nga slupçani dimjenjishit dhe para dimjenjishit, në çdo pikpamje. Edhe mendoj që kjo mirë nuk ka shkeq. Ne duhet të ecim para, jo mbrapa. Sa është interesi të themi i të rinjave për të lexuar për historinë e kombit shqiptar? Sa kanë interesim për shembull të themi edhe për Slupçanin të dinë më shumë në të kaluara, se çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë zonë? Po shiko, nuk është edhe aq në nivel, por jo edhe aq i dobët, sepse unë kam pa nga librat që i kam bërë, ka pas interes, do thotë nga rinia, ja shpërndar librat janë blesë, mos në gurbet më shumë, se atë janë pak më larg nga ngjarjet. Po në përgjithësi leximet të rinia jona është në nivel të shumë tullit. Tani mo këto telefonet e kam bërë vetën, nëpërmes një minuti di videoklip ose lexime të shkurtra nga 4-5 rreshta, i mësu kështu, por dituria vërtet nuk mirët nga telefoni. Nga mjetët. Edhe njoftimet me historinë me të kaluar nuk mirën nga telefoni. Sa ndikojnë të themi edhe këto pjesët e teknologjisë pikërisht kur bëhet fjalë për leximin? Shumë ndikojnë. Tani mo jemi bërë një popull i digitalizuar, si të virtual. Ma shumë në interesën e virtualja se e realja, i për të jetu me një botë mashtruese. Se mos rinia, si mos të rritë, duhet të kenë shumë kujdes se kjo është një thikë me ditehe. Nëse përdorë për të mirë, është mirë, po mund përdorë edhe për keq. Dhe të kemi pasoja marramense në jetën tonë, duke filluar nga familja edhe përgjithësi në shoqëri. Në shoqëri. Atëherë në fund cili do të ishte mesazhi juaj për brezat e rinj, pikërisht kur bëhet fjalë edhe për leximin, por edhe për historinë e kombit shqiptar, çfarë duhet të kemë parasysh ata? Shqiptarët tonë, sidomos e rinia, duhet lexojnë para se gjithash. Dhe le ta dinë se e kaluara nuk është përrall, e vetëm tregime boshe, por është një realitet e cila nuk ka shkëputje nga e sotshme, sepse asnjë hap nuk bëhet, do thotë çdo hap lidhet me njëri me tjetrin, s'ka kërcyrje në histori. Ajo që ndodh sot, që e bëjmë ne, gabim ose me qëllim ose pa qëllim, ka me pas pasoja edhe në të ardhmen. Edhe ajo që jashtë bën të kaluar ka pasoja sot. Thotë gjithçka është e lidhur me vetë. Sikur një fëmijë mund të shkëputet nga prindërit? Asesi, do thotë ne edhe historia s'mund të shkëputet. Ajo çdo gjë që ndodh sot është pasojë një të kaluare. Edhe nesër që ka më ndodh, pasojë e sotshmës. Thotë ne duhet të jemi të lidhur me familjen, me dheun, me histori, me gjitha. Që të jemi një popull qirakaj dhe të veprojmë mesin e popullit të tjerë, sikur gjithë bota. Mos bëjmë të veçantë, do thotë në këtë aspekt, por të dallojmë nga të tjerët. Po të jemi të zakonshëm sikur gjithë bota. Pa lexuar nuk ka ditori, nuk ka njoftim, nuk ka histori, nuk ka informim. Leximi janë mbi gjitha. Mbi gjitha. Ju faleminderit shumë edhe një herë që ishit të pjesë emisionit të Ritmi i ditës dhe pikërisht që sadopak keni lënë një gjurmë të themi për të kaluarën, pikërisht për zonën nga ju vini. Dhe shpresojmë që gjeneratat e reja të marrin libra dhe të lexojnë dhe pikërisht kur bëhet fjalë për historinë e kombit shqiptar. Sado që t'jetë pak ndoshta do t'jetë, po do të dinë shumë pikërisht nga ajo që ju keni përjetuar personalisht në këtë zonë ku keni qenë edhe ushtar i asaj kohe për të mbrojtur vendin e juaj. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte ime.